Vitin 2021 që kanë qenë mashtrime, të verifikume dhe më dhe në kohë, spitali, premtim, nga Kurti dhe Bulliqi, mashtrim. U bënë gjithë bashkë për me e zhbo. Zona industriale, asë një hapë. Palestra sportive e premtume asë në këtë budget për vitin 2026. Është mashtrimi i dytë. Dhe unoza qytetet. Vetëm pak dhe më thonë i bona një renditje. Keq menaxhim dhe keq qeverisje. Projekte të menaxhume keq, të planifikume keq, më falë, dhe të menaxhume keq. Shembull, pishina e gjysmë olimpike e vendosur, pra e planifikume keq, mes urgjencës, spitali, urgjencës më falni, xhamis dhe varrezave pa parking dhe kurvim e keq menaxhume. Kjo ishte e planifikume keq, e menaxhume keq shembull, në gjithë Kosovën. Pra, për shembull, Obiliq, Deçan, 2 milion ka kushtu afërsisht pishina e gjysmë olimpike, në Podujev, 4 milion. Dhe prap nuk i plotson kriteret për gara ndërkombëtare, sepse i ka vetëm 6 kërsi. Nuk janë vetëm këto, se u përmenen vetëm 2. Ka dhe projekte tjera, cilat janë të menduara, të planifikume, jo mirë, të zomë një për projekteve të realizume e këshat vish 15 sekunda, është stacioni i autobusve, bohat jashtë qytetit, i planifikum keq, sepse s'ka trafik urban, ndërkohë i keq menaxhum, sepse merren një shembull, dhe më thonë, stacionin e autobusve në Ferizaj, edhe stacionin e autobusve në Podujev, ti shef dikush si projekte, me kostot për afërt, shikoni diferencën, dallimi, pra edhe i keq menaxhum, përveç i planifikum keq. Dhe shumë tjera që besoj gjatë emisionit i. Sigurisht do të shpalosim edhe më tutje programe, do të flasim më specifikisht për zhvillimin ekonomik dhe planin tuaj se si mund ta bëni Podujevën më të zhvilluar ekonomikisht. Nisemi u zoti Hyseni 1 minutë kohë për planin tuaj konkret. Ja shumë e rëndësishme e potencu që ne në programin tonë kemi gjithçka për zhvillimin. Para se të vinë të zhvillimi është kthimi në normalitet dhe shumë e rëndësishme të ambientin toksik me kthy në normalitet. Njerëzit mundi shumë të lirë kur shkojnë në punë, edhe këto mundi ambientin toksik, është ambient toksik? I punës? I punës aktualisht. Kjo do të jetë një nga faktorët që Bulliqi do të thonë hub këtë garë. Ambient toksik në arsim, ambient toksik në shëndetësi, ambient toksik në administratë, një presion i papam, edhe kthimi në normalitet është shumë e rëndësishme. Mas kthimit në normalitet, arsimi për zhvillim. Pra, orientimi i arsimit në drejtim të zhvillimit ekonomik që është shumë e rëndësishme, drejtimet të cilat shkojnë direkt në tregun e punës, zhvillimi profesional që janë shumë e rëndësishme, shëndetësia për arsim sepse një popullat e shëndosh, falni shëndetësia për zhvillim, se një popullat e shëndosh edhe zhvillimin e bën më lehtë, por ajo që është shumë e rëndësishme për krohja e bujqve. Heqja e participimit për 30% që e kam pas dhe që këtë 30% që ju rrallë ka kushtu gati so kosto reale e produktit është shumë e rëndësishme, edhe deshta me potencu si shtyllë të zhvillimit ekonomik për qytetin e kemi shumë të rëndësishme 3 qendra tradicionale, Orlan, Luzhan dhe Kërpime. Orlani zonë e trajnimeve dhe një plan strategjik, master plan disa vjeçar, nga një kompani ndërkombëtare për me projektu zhvillimin e këtij veni. Për Luzhanin është një qendër shumë e rëndësishme e bën një qendër rehabilituese sepse ka ujëra termale dhe për Kërpimeun qendër e përpunimit mishit dhe qumshtit, që është me rëndësi edhe zona industriale që është quajtur kështu, ne e quajmë zonë ekonomike, që duhet shërbej si zonë prodhimi edhe si zonë e lirë ekonomike që shërben si kufi mes ekonomisë së Kosovës në mënyrë të përgjithshme dhe ekonomisë llapjane me tregun dhe ekonominë evropiane. Qartë, faleminderit shumë zoti Shabani. 2 minuta kohë për ju, sepse zoti Hyseni kaloi pak më shumë minutazhin, kështu që do të jemi të barabartë sigurisht në ndarjen e kohës. Pasi që fillim e nisa për zhvillimin ekonomik dhe punësimin është një prioritetet kryesore, është më rëndësishme është investimin apo në politika zhvillimore të biznesit, edhe investimin në infrastrukturë, shërbime publike, barazni për bizneset, mbështetje për gratë biznese, mbështetje për biznese që krijojnë vendet pune, krijimi i kushte për prodhimin bujqësor e gjitha tjerat. Kështu që në unë thash do ta hapim një zyre ku do të kenë mundësi çdo investitor, çdo biznes me marrë shërbime në një vend në mënyrë që sadopak me stimulu edhe me lehtësu barrën për aplikimin e bizneseve tyre, për ushtru funksionin e tyre për arsye se krijojnë vende të reja punës. Normal, edhe
ish kryetari Nike ka premtuar krijimin e një zone ekonomike, ajo është marrë vendim kuvendin që do hapësira, por përkundrazi kjo nuk u avancu, besoj që bizneset tona llapjane duhet me ardh edhe me investu në parkun e biznesit, po mbi gjitha nëse nuk vujnë se janë shpërnguar krejt gati në Prishtinë, po nëse nuk kthehen plot bile disa njësimu qenë, po mbi gjitha e dim që është më rëndësishme edhe partneriteti publiko-privat duhet shfrytzu. Unë premtoj që brenda 6 muajve do të identifikojmë të gjitha projektet kapitale të cilat mujnë bashkarisht për me investu. Përdyshe prioritetin bujqësi janë një rëndësi të veçantë për arsye se pjesa më e madhe e kësaj popullate mirret me bujqësi. Edhe 30% e tokës është bujqësore. Në diçka që e kom vrejt gjatë këtë qeverisjes së kësaj qeverisje është që duhet gjithsesi me e ndryshu rregullorin për ndarjen e subvencioneve, granteve për bujqet. Për arsye se është keq përdor. Prandaj duhet më i përkro ata që ka nevojë, ata që duhet, ata që punojnë. Jo me i dhënë dikujt që është i partisë apo më thëmë që s'ekziston fare në Kosovë. Prandaj 6 mujorin e parë po premtoj se çdo gjë do të bëhet për me investu, për me i lehtësu bizneset që janë shumë të rëndësishme. Sektorët, blegtorin, bujqësin, shpestarin, ndërtimin e shtallave, pajisje për mire, ndihmeve, fermerëve, gjitha ato do të bëhen mbështetje. Unë e pash se kryetari komunës në planifikimin buxhetor për bujqësi e ka do 366.000 euro ma pak se këtë vit për bujqësi. Kjo nën kupton që nuk i ka prioritet bujqësinë, edhe pse në për debatë thotë që 4 milion kom investuar në bujqësi. Kurse në vitin 2026 planifikimin e ka afër 400.000 euro ma pak. Faleminderit shumë. Zoti Hasani? Faleminderit. Fatkeqësisht komuna e Podujeves po përballet me një krizë të rrezikshme me largimin e të rinjeve, po sigurisht që zhvillimi ekonomik është drejt për drejt i lidhur me bujqësinë në Podujeve atje, dhe ne jo rastisht po e potencojmë edhe kësaj here që kemi vendosur të jashtojmë atë kulturë të re bujqësisë, ti mbështesim bujqit fermerët, po ata që meritojnë me të vërtet, jo siç ka ndodhur gjatë qeverisjes së kaluar të subvencionohen, të mbështeten militantet e tyre, e jo realisht ata që për një merren me këtë kulturë. Bizneset ekzistuese ju ofrojmë lehtësira, ti mbështesim, e jo një farë mënyre t'ja imponojmë me mbyll ato biznese dhe me braktis komunën e Podujeves. Po ashtu ne e thash edhe në hyrje edhe tash po e them që ndërtimin e një fabrike kemi në programin tonë, fabrike në Dohanit, në partneritet me publiko-privat, ku do të punësohen në vitin e parë dikon 400 punëtor, është mënyra e vetme për me hap vende të reja të punës, dërsa do t'i subvencionojmë të gjitha ata që janë të interesuar të hapin biznese të reja, duke u lehtësuar edhe taksat, edhe atë përqindjen që kanë, sepse unë isha një vizit në fshatin Dëz, i kishtë të gjitha ato, e tha edhe parafolësim zoti Shabani, me shtallë, me krejt, kisha apliku 2-3 herë